për të gjithë ju, për të gjithë banorët e Manzës, Shukthit, Durrësit dhe mbar Shqipërisë, dhe nga zemra ju uroj festën e vitit të ri, Krishtlindjet, uroj që festat tjera së bashku t'i festojmë, t'i kremtojmë, si që meritojmë. Kam ardhur sot tek ju në këtë foltore që po quhet foltorja e dytë dhe në fakt është e dyta. Nëse foltorja e parë pati qëllimin më kryesor që shqiptarët të kenë opozit të vërtet dhe jo opozit falso, që u mashtron, jo opozit që nuk mbron idealet dhe interesat tuaja, jo opozit që synon të pasurohet vetë, jo opozit i esmenet qeverisë, as dhe të kërkuj tjetër. Opozit që ju i besoni idealet, i besoni shpresën dhe që ajo u qëndron besnik ju. Kjo është një rëndësie jetike për një vend dhe për një kombë. Opozita është mbarësja e sovranitetit të vendit, brenda vendit. Në të kuptim, është mbarësja e vullnetit të zgjedhësve, qytetarëve të lirë, të cilët votojnë për opozitën dhe ajo qëndron e pamposhtur në mbrojtje të interesave të tyre. Çfarë nuk u bët na zhduknin ne? Jeni dishmitar. Aktet më të paimagjinueshme, akte që s'janë regjistruar në Europë ndonjëherë kundër një force demokratike. Dhe pse? Se ne mbronim vetëm këtë. Ne thonim që ne mbronim idenë që ju do të zgjidhni njerëzit tuaj, kryetarin tuaj, drejtuesit tuaj, ata do t'ju përfaqësojnë ju dhe jo të kontrollohen nga qeveria apo të kontrollohen nga të tjerë. Kaq ishte. Na sulmon në të gjitha mënyrat, por dështuar. U ngritët së bashku, si vigan, në një akt të pa shembull në histori. Rezistuam pa drejtësit më të mëdha. Edhe në zgjedhje, zhvilluam fushatën elektorale më të bukur, programin më të shkëlqyer që ka njohur ky vend, ekspertizën më të madhe, por çfarëdo që të bënim, Sali Berisha, unë kisha deklaruar në mënyrat më të përsëritura se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje. Sepse kur një kryeministër vendos të mos dorëzoj pushtetin, ai pastaj ka të gjitha mjetet në dorë për të shtypur votën, për të manipuluar votën, për të bler votën. Të dashur miq, zgjedhjet e vitit 2001 përsëri ai volli votën. Nuk i fitoi. Nuk i fitoi. Ai në 2021 nuk arrestoi liderët e opozitës. Jo. Ai në 2021 nuk fali 2 miliard gjoba 2 ditë para edhe kamata 2 ditë para votimit. Ai në 2021 nuk licensoi mbjelljen 28.000 hektarëve kanabis. Nuk shpërndau 100 euro për pensionist. E megjithatë, ai i grabiti zgjedhjet sepse ai shpërndau, siç jeni ju dishmitar, 130 milion euro
në Tiranë, Durrës, Kurbin, Lezhë dhe Kavaj, dëmtime nga tërmeti, por në ligjin dhe rregullin e zgjedhjeve, një akt i tillë përbën blerje masive vote, edhe s'mund ta bënte. Por çfarë ndodhi? Prandaj kthehemi prapë tek çfarë ndodhi? Ai që na drejtonte ne, e thira i tha, shiko, bëra një shkrim të pasnesën e zgjedhjeve. Vota vdiq pa hyrë në kuti. Se nëse jep ti 130 milion euro në zonë me popullat më të dendur, ti bler votën masivisht aty, vetë kuptohet. Diku 10.000, diku 5.000, diku 3.000, diku 20.000 me radhë, mbushi me kontot me lek. Tani them, do të ishim betejnë për mbrojtjen e votës. Dhe ajo ishte jetike për ne. Pse ishte jetike për ne? Betejat pa drejta nuk mund të bësh. Zgjedhjet janë sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare. Në kuptimin që sa i vlerëson ti, i vlerësojnë dhe ata që vinë nga mbar bota në emër të ligjit ndërkombëtar, marrëveshjeve që ka firmosur Shqipëria për t'i vëzhguar ato. Ish kryetari, në vend se të merrej me grabit e vos që bëri kryeministri, u morë me mua, u morë me partinë, sepse ishte në marrëveshje me te. Ishte në marrëveshje me te. Harroj, çfarë bëri qeveria? Pastaj filloi, s'duhet nalem këtu, periudha kalvarit në cilën kaloi Partia Demokratike. Por Partia Demokratike me datën 11 maj nuk humiste kur zgjedhjet. Kur? Në qoftë se Edi Rama s'do të ipte, nuk do falte 2 miliardë euro gjoba dhe kamata 2 ditë para zgjedhjeve. Nuk do organizonte 4.533 veprimtari kombëtare dhe ndërkombëtare për të ndikuar tek zgjedhësit në kundërshtim me ligjin.